janë hapur dyert dhe hapen për ditë dyert për të pritur vizitor, për të pritur turist, vetpunësohen njerëz, rritet ekonomia familjare, rritet rreth rrotull prodhimi në funksion dhe të kësaj këtu. Zgjerohet agroturizmi dhe në ndërkohë shumë gjëra të tjera kanë ndryshuar. Mirë po, ajo që ne duhet ka përcejmë, ose më sakt, ju në radh parë duhet të përpiqeni të ka përcejni, dhe nuk është e lehtë. Është hendeku i madh midis jush aty ku jeni dhe Shqipërisë reale në tërësi. Sepse midis jush dhe Shqipërisë reale në tërësi është vendosur një mur i madh me zgaravina. Zgaravinat e ekraneve, zgaravinat e portaleve, zgaravinat e rrjeteve sociale, ku duhet vërtet të kesh shumë durim për të arritur të gjesh gjërat që lidhen me jetën reale. Sot, për shembull, një pjesë e popullsisë, e cila ushqehet me ato zgaravinat ati murit, mendon që në Shqipëri nuk ka ujë akoma. Që uji i pishëm në Shqipëri është përsëri një sfidë e madhe e gjithanshme e ku do ndodhur, dhe kaq e vërtetë është kjo sa që po të shikoni edhe kur komentojnë janë komplet jashtë Shqipërisë reale. Apo kur komentojnë për spitalet, janë komentet njerëzve që lavdi Zotit nuk kanë vajtur më në për spitale, po kanë kujtimet e rënda ose kanë tregimet. Apo shkollat e kështu me radhë. Ndërkohë që këtu ku jemi ne sot, për shembull, jo tani, po prej disa vitesh, ka 24 orë ujë të pishëm. Dhe jo vetëm këtu, jo vetëm në qendër të qytetit. Pra në qendër të bashkisë, po themi, në këtë qytetën e vogël këtu, po në 18 fshatra rreth rrotull uji është 24 orë, dhe ka dhe një fazë të fundit për të përmbyllur dhe pjesën e mbetur. Aty një gjitur është kryetari i Bashkisë së Rikut. 90% e Bashkisë së Rikut, mos e diskuto qendrën, por 90% e Bashkisë së Rikut, me gjithë fshatrat, kanë 24 orë ujë të pishëm. Tani, pse e them këtë? Pse e them këtë? Sepse kjo është një sfidë e tejkaluar në masën më të madhe, dhe natyrisht kjo është një sfidë që vazhdon në një pjesë tjetër, dhe kjo është arsyeja pse ne duam që të vazhdojmë punën. Ju dëgjoni disa që thonë si më mund të vazhdohet flitet për rrugë në Shqipëri sot. Se thonë dhe shtojnë dhe dritat, po ato dritat nuk e di fare pse i shtojnë pastaj, po kjo është temë tjetër, sepse janë akoma në të shkuarën, dhe sepse nuk ka të verbër më të verbër se sa i verbri që i ka syt dhe nuk do të shikoj. Nuk ka. Nuk ka shurdh më të shurdhët se sa ai që i ka veshët dhe s'do të dëgjoj. Nuk ka. Dhe nuk ka më keq se sa njeriu që për shkak të tifozllëkut politik humbet komplet sensin e realitetit dhe të arsyes, dhe nuk arrin dot të ndaj që kjo është dritë dhe kjo është hija. Këtu ka dritë dhe këtu akoma s'ka hyrë drita. Nuk ka më keq se kaq.